Durimi që sfidoi sprovën. Historia e profetit Ejub a.s. Në thellësinë e historive të shpallura në Kur'an, një rrëfim shndrit si një simbol i pashoq i durimit, besimit dhe përkushtimit ndaj Allahut. Historia e profetit Ejub a.s. Ai nuk ishte thjesht një njeri i devotshëm, por një shembull i gjallë i qëndrueshmërisë përballë sprovave më të rënda që mund të përjetojë një qenie njerëzore. Profeti Ejub a.s. ishte një nga robërit më të dashur të Allahut. Ai ishte i bekuar me pasuri të madhe, me tokë pjellore, me bagti të shumta dhe me një familje të madhe dhe të lumtur. Zemra e tij ishte e mbushur me falënderim dhe gjuha e tij nuk pushonte se përmenduri Allahun. Ai ndihmonte të varfrit, kujdesej për nevojtarët dhe jetonte me drejtësi dhe për ulësi. Por jeta e tij nuk do të mbetej gjithmonë e qetë. Siç përshkruhet në Kur'an, Allahu vendosi ta sprovojë këtë rob të dashur. Dhe sprova erdhi në forma të njëpasnjëshme, duke goditur çdo aspekt të jetës së tij. Pasuria e tij filloi të zhdukej, bagtit u zhdukën, tokat u shkatruan dhe çdo burim i tij material u zhduk dal nga dal. Nga një njeri i pasur, Ejubi a.s. u bë i varfër. Por sprova nuk ndaloi këtu. Ai humbi edhe fëmijët e tij. Një dhimbje e thellë që pak zemra mund ta përballojnë. Një pas një, ata u larguan nga kjo botë, duke lënë pas një boshllëk të madh në shpirtin e tij. Megjithatë, edhe në këtë moment të dhimbjeje, ai nuk e humbi besimin. Dhe pastaj erdhi sprova më e rëndë, sëmundja. Trupi i tij u prek nga një sëmundje e rëndë dhe e gjatë. Dhimbjet fizike u bën pjesë e përditshmërisë së tij. Ai u dobësua, u lodh dhe u izolua nga njerëzit. Shumë prej tyre u larguan, duke mos e përballuar dot gjendjen e tij. Vetëm bashkëshortja e tij besnike qëndroi pranë tij, duke e ndihmuar dhe duke u kujdesur për të. Megjithatë, në gjithë këtë errësirë, drita e besimit të tij nuk u shua asnjëherë. Kurani e përshkruan këtë moment me një thirrje prekse. Vërtet, mua më ka goditur fatkeqësia, por ti je më mëshiruesi ndër mëshiruesit. Surja Enbiat 83. Kjo lutje nuk ishte një ankesë, por një dorëzim i plot ndaj mëshirës së Allahut. Ai nuk kërkoi pasuri, nuk kërkoi shëndet drejt për drejt. Ai kërkoi mëshirë. Dhe përgjigja erdhi. Allahu ju përgjigj lutjes së tij dhe i urdhëroi të godiste tokën me këmbë. Nga toka shpërtheu një burim uji i freskët. Ati u tha të lahej dhe të pinte prej tij. Me këtë ujë, Allahu ja largoi sëmundjen dhe ja riktheu shëndetin. Jo vetëm kaq, Allahu ja ktheu edhe familjen dhe ja shumëfishoi pasurinë. Ai u bë sërish i begat, por këtë herë me një përvojë që e ngriti edhe më lart në grad. Kurani e përmbyll këtë histori duke përshkruar Ejubin a.s. si një rob i mrekullueshëm. Ai ishte vërtet i kthyer tek Allahu në çdo kohë. Surja Sad 44. Kjo histori nuk është thjesht një rrëfim i së kaluarës. Është një mesazh i përjetshëm për çdo njeri që përballet me sprova. Ajo na mëson se sprovat nuk janë dëshkim, por mundësi për t'u afruar më shumë me Allahun. Na mëson se durimi nuk është dobësi, por forcë, dhe mbi të gjitha na kujton se mëshira e Allahut është gjithmonë më e madhe se çdo dhimbje. Historia e profetit Ejub a.s. mbetet një nga dëshmitë më të fuqishme, se besimi i vërtet nuk lëkundet nga vështirësitë, por forcohet prej tyre. Dhe në fund, ajo na lë me një pyetje të thellë. A do të kishim ne të njëjtin durim nëse do të përballeshim me të njëjtat sprova?